Përshëndetje. Unë po flas sot jo për të provokuar, por për të sqaruar. Jo për të akuzuar, por për të dokumentuar dhe mbi të gjitha për të mos e lënë heshtjen të bëhet bashkëfajtore. Më 4 shkurt të këtij viti, unë dhe kolegu im Michael Shepard në Londër e botuam një hulumtim të gjatë gazetaresk mbi atë që ne e quajtëm metodologji e vrasjes. Jo një verdikt penal, jo një akt akuz, por një përshkrim i ftohtë i një mënyre se si pas luftës, frika, dhuna selektive dhe manipulimi narrative u përdorën për të konsoliduar pushtetin e komandantëve në Kosovë. Në qendër të këtij hetimi qëndron një emër që publiku e njeh mirë, Hashim Thaçi. Por le ta themi qartë që në fillim, ky ulëmtim nuk ka të bëjë me një njeri të vetëm, ka të bëjë me një rreth, me një sistem të konsoliduar, me një mënyrë veprimi që burimet tona përshkruajnë si të përsëritur në kohë dhe që publikimi i gjetjeve tona ulëmtuese e dëshmoi dhe po e dëshmon se është ende gjallë. Ne nisëm nga pyetje të thjeshta. Pse Kosova ka kaq shumë vrasje politike të pazgjidhura? Pse figura publike si gazetar, aktivist dhe politikan u eliminuan njën nga një, pa autor të dënuar? Dhe pse për 2 dekada çdo përpjekje për t'i lidhur këtë ngjarje me njëra tjetrën u mbyt nga zhurma, nga frika, nga akuzat për tradhti ose nga eliminimi fizik i autorëve të cilët ishin të interesuar të hedhin dritë në këto korridore të errta. Gjetjet tona hulumtuese treguan një model të mundshëm. Së pari, delegjtimimi, i cili, siç mund ta shihni tani në rrjetet sociale, ka filluar ndaj meje. Një njeri etiketohet si tradhtar, si i rrezikshëm, si pengesë. Pastaj izolimi dhe më pas, në disa raste, eliminimi fizik. Kjo nuk ishte dhunë kundër një armiku të jashtëm në Kosovë. Shumica e viktimave, sipas dëshmive që i kemi mbledhur, ishin shqiptarë etnik, patriot, njerëz që kishin luftuar ose kishin kontribuar për Kosovën, por që në një moment u panë si kërcënim për një qendër pushteti të pasluftës, disi të lidhur me Beogradin. Ne folëm për raste konkrete, për vrasje të hershme pas vitit 1999, për manipulim hetimesh, për përdorimin e frikës si mjet politik, folëm edhe për figura si Samilu Shtaku, jo për ta shpallur atë fajtor, por për të vendosur në kontekst fakte të dokumentuara, përfshirë dënime gjyqësore dhe sanksione ndërkombëtare. Këto janë pjesë e regjistrit publik, jo interpretimi yni. Një pjesë thelbësore e hetimeve tona janë dëshmi nga njerëz të cilët kanë folur me ne me kushtin e anonimitetit. Jo sepse duan mister, por sepse kanë frikë. Dhe kjo frikë nuk është abstrakte, është e rrënjosur në histori, është e ushqyer nga vrasje të pasgjidhura dhe nga një kulturë ku pyetja shpesh ndërshkohet. Pas publikimit të hetimeve tona, pam diçka domethënëse. Lexueshmëria u rrit ndjeshëm, materiali u shpërnda gjerësisht. Por paralelisht me interesin publik, filloi edhe reagimi. Jo reagim me dokumente kundërshtuese, jo reagim me debat faktik, por me etiketime, me kërcënime të nënkuptuara, përpjekje për të më delegjitimuar mua personalisht, pikërisht pra këto mekanizma që hetimi ynë i përshkruan, u shfaqen në hapësirën publike dhe po vazhdojnë të shfaqen edhe sot, të cilat ne jemi duke i dokumentuar. Pra, i dashur publik, kjo është arsyeja pse po flas sot para jush. Sepse ne besojmë se ky nuk është fundi i këtij tregimi, është fillimi i saj. Reagimet që pam na tregojnë se kemi prekur diçka reale, dhe pikërisht për këtë arsye, kjo temë nuk duhet lënë të bjerë në harresë. Çdo reagim, çdo përpjekje për friksim është pjesë e tregimit që duhet dokumentuar me kujdes dhe profesionalizëm. Ne do të vazhdojmë të punojmë me të njëjtat standarde, të ndajmë faktin nga pretendimi, të mbrojmë burimet tona, të verifikojmë çdo detaj dhe të kujtojmë gjithmonë se drejtësia për viktimat nuk është hakmarrje, por domosdoshmëri morale e një shoqërie. Por kjo punë ka kosto. Hetimi kërkon kohë, siguri, këshillim ligjor, udhëtime dhe mbrojtje të burimeve. Në një moment kur presioni rritet dhe përgjegjësia jon rritet. Prandaj dua t'ju ftoj me qetësi dhe ndershmëri të konsideroni mbështetjen tuaj. Një donacion ose një abonim me pagesë nuk është thjesht ndihmë financiare, është një votë besimi për gazetarin që nuk ndalet kur bëhet e vështirë. Është një mënyrë për të siguruar që kjo histori të mos mbetet gjysmake, që e vërteta të mos mbetet në mes të rrugës. Ne jemi të përkushtuar që kjo të mos ndodhë.
dhe kërkojmë mbështetjen tuaj për këtë punë. Sepse në fund kjo nuk ka të bëjë vetëm me emra të fuqishëm, ka të bëjë me ata që u vranë dhe nuk patën zë, me familjet që presin përgjigje, me një shoqëri që meriton ta di se çfarë ndodhi pas luftës dhe pse. Nëse ne ndalemi tani, heshtja fiton. Nëse ne vazhdojmë, dokumentimi mbetet dhe dokumentimi herët avon i reziston frikës. Faleminderit që po dëgjoni dhe faleminderit që po mendoni të qëndroni me ne. Mbështetja juaj është domosdoshmëri dhe është frymëzim për ne. Ne do të vazhdojmë të hedhim dritë në korridoret e herëta, sepse gjaku aty ende nuk është tharë. Mbështetja juaj është e domosdoshme, prandaj ju lutem, përkushtoni edhe ju bashkë me ne në këtë rrugë të drejtë për drejtësi.